Nga Elbasani, ku mbajti foltorin e radhës me simpatizantët e tij, lideri i opozitës Ali Berisha lajmëroi hapat që do ndjek Partia Demokratike në vazhdim pas vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin në detyrë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Shkon zyrë nesër ajo si zëvendës kryeministre. E mori Ramën për fyti. E vuri para, sepse themi atë që është. Në Ankara nuk e mori Lubia Ramën, e mori Rama Lubin. Ku shkuan e bën pazarin e tunnelit Llogaras. Ndaj dhe ajo diktoi çdo gjë, sot Rama i diktoi gjykatës dhe i hoqi masën e pezullimit. Nesër në drek, mlidhet kryesia e Partisë Demokratike, vendos me urgjencë për fillim në revoltave të protestave, të cilat nuk ndalen më kurrë gjë largimi e Tiranës. Gjatë fjalës së tij, Berisha kujtoi sulmet e bëra ndaj opozitës nga majoranca dhe akuzoi sërish kryeministrin Rama për përdorimin e shtetit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, që sipas tij i mohoi Partisë Demokratike një fitore të merituar dhe përforcoi autokracinë.